Good afternoon, everybody, and welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers, where we aim to provide journalists with an update on the latest developments at the court and the opportunity to ask questions. In the case of Hashim Thaçi, Isni Kilaj, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, and Hayreddin Kuçi, related to allegations of the illegal influencing of witnesses, Isni Kilaj was on 10th December provisionally released with strict conditions. In his most recent detention review from 3rd December, the single trial judge found that circumstances had changed since Mr. Kilaj's detention was last reviewed in October 25, and that his detention was no longer reasonable or proportionate. While the judge found that there remained a moderate risk that Mr. Kilaj would, if released, obstruct the progress of proceedings or commit further crimes, he concluded that these risks are outweighed in the specific Përfundimin se rrethanat konkrete, këto rreziqe peshojnë më pak se drejta e tij themelore për liri. The judge considered, among other Gjykatësi factors, mbajti that parasysh the ndër time Mr. faktorë të Kilaj tjerë has already se spent koha in që zoti detention Kilaj ka now kaluar në exceeds the paraburgim statutory minimum është më e sentence gjatë se he would dënimi më i face if ulët i convicted paraparë of me the ligj, me offences të with which cilin he ai is do të charged. dënohej nëse shpallet fajtor për The veprat judge penale also për të took into cilat akuzohet. consideration that no Gjithashtu, evidence had gjykatësi been mbajti presented parasysh se nuk është indicating that paraqitur Mr. asnjë Kilaj provë që had tregon se attempted zoti to Kilaj obstruct ka the tentuar të proceedings pengojë during his previous procesin period gjatë of periudhës së provisional lirimit release në in kusht të mëparshme 2024. në vitin 2024. That the presentation of evidence Se in the Thaçi paraqitja et al. provave War në crimes çështjen për case krime is now lufte largely Thaçi dhe të closed, tjerët tashmë ka and that the përfunduar, danger that Mr. Kilaj dhe se could rreziku influence që zoti prosecution Kilaj mund të witnesses in ndikojë his tek own dëshmitarët case, e given prokurorisë the në particular çështjen kundër tij, circumstances, duke is pasur very low. parasysh rrethanat e tyre të veçanta, është shumë i ulët. Mr. Kilaj remains an accused Zoti in his Kilaj ongoing vazhdon të jetë i trial, akuzuar në and gjykimin his aktual release is kundër tij, subject to various dhe conditions lirimi i tij designed bëhet to sipas minimize disa the risk kushteve that të he would vendosura influence për të witnesses zvogluar in his rrezikun own që ai or të any other ndikojë case në before the ndaj specialist dëshmitarëve në chambers. çështjen e tij apo në çështje të tjera para dhomave të specializuara. On 4th December, Në the 4 single trial vjetor, judge issued a gjykatësi i vetëm scheduling i order for the ngarkuar me commencement gjykimin of e the çështjes trial on lëshoi një urdhër 24th për February caktimin e datës për 2026, fillimin e starting gjykimit at në 24 9:30 in the shkurt morning. 2026 në orën 9:30 të mëngjesit. The opening of the trial will be Pas followed by hapjes a së single gjykimit, block during which the prokuroria do të prosecution will paraqesë present their provat e saj evidence në një blok ending të no vetëm later than dhe do Friday, të 6 përfundojë March jo më vonë se të 2026. premten 6 mars 2026. The judge took into consideration the Gjykatësi mbajti submissions by the parasysh parties parashtrimet e and chose a palëve date that dhe is zgjodhi within or datën close to the brenda time ose frames afër during which all periudhës parties kohore said they gjatë would së be cilës të available gjitha and ready palët for the thanë se start janë of të trial. disponueshme dhe të gatshme për fillimin e gjykimit. On Friday, 5th December, Të the premten në appeals 5 chamber dhjetor, denied in its paneli i entirety apelit the rrëzoi në appeal of tërësi Fadil Fazliu apelin e against the Fadil pretrial judge's Fazliut kundër decision on vendimit his të continued gjykatës së detention. procedurës paraprake në The lidhje me appeals mbajtjen chamber e tij në found that Mr. paraburgim. Fazliu failed to Paneli i demonstrate apelit any error konstatoi in se the zoti pretrial judge's Fazliu reasoning for his nuk continued vërtetoi asnjë detention. gabim në arsyetimin e gjykatës së procedurës paraprake për mbajtjen e tij në In paraburgim. the trial of Hashim Thaçi, Në Kadri gjykimin e Veseli, Hashim Recep Thaçit, Selimi, Kadri and Veselit, Jakub Recep Krasniqi, Selimit dhe the Jakub trial panel on Krasniqit, 10th trupi December ordered the gjykues më continued 10 detention dhjetor of Hashim urdhëroi Thaçi vazhdimin e due paraburgimit to të a Hashim continued Thaçit risk that the për shkak accused të may pranisë obstruct së the progress of rrezikut se i proceedings akuzuari or mund të commit further pengojë crimes. surinë e procesit ose të kryejë The vepra trial penale panel të tjera. noted that the Trupi accused has gjykues the buri në ability to dukje se i interfere with the akuzuari ka proceedings, aftësinë për të ndërhyrë në proces, attempted to ka undermine the tentuar të specialist dëmtojë chambers, dhomat e and offered specializuara benefits to dhe u persons ka summoned by ofruar the prosecution. përfitime personave të thirrur nga The trial panel prokuroria. reminded Trupi that the gjykues risk e that rikujtoi sensitive se rreziku information që pertaining to informacioni i witnesses ndjeshëm becomes në known lidhje to me the public dëshmitar të exists bëhet i even ditur after për the witnesses publikun, have testified, ekziston edhe pas as dhënies many së dëshmive witnesses prej have protective dëshmitarëve, measures, pasi and their shumë identities dëshmitar should janë not në become masa known to the mbrojtëse public dhe at any identitetet e time. tyre nuk mund të bëhen të ditura për publikun në asnjë moment. In view of the panel, it is Sipas only trupit through the gjykues, communication këto monitoring rreziqe mund framework të at the zvoglohen specialist chambers mjaftueshëm detention vetëm me anë facilities të kornizës that these për risks mbikëqyrjen can e be sufficiently komunikimeve në objektin mitigated. e paraburgimit të dhës-së. Under the given Në circumstances, këto rrethana, the trial panel trupi found the gjykues continued konstatoi detention se vazhdimi i necessary and reasonable. paraburgimit është i The domosdoshëm panel dhe i reminded, arsyeshëm. however,
Megjithatë, trupi gjykues theksoi se i akuzuari ka një kohë të gjatë që mbahet në paraburgim, dhe se kjo kërkon që trupi gjykues dhe palët të tregojnë kujdes të veçantë ndaj nevojës për të siguruar që gjykimi të kryhet sa më shpejt që të jetë mundur. Në çështjen e Sali Mustafës, në 5 dhjetor dhoma e gjykatës së apelit miratoi pjesërisht apelin e Mustafës kundër vendimit të gjykatës së të vetëm që caktonte kamatën vjetore në 8% të shumës sipas urdhrit për shëmtim ndaj tij që nuk është paguar ende. While the panel noted that in customary international law it is generally possible to impose an interest rate on a reparations order to ensure timely payment to the victims and avoid the loss of value, the panel found that the possibility of imposing an interest rate should have been decided on by the trial panel. As such, the appeals panel found that the single judge acted outside the scope of his competence when he imposed an interest veproi jashtë kornizës së kompetencave të tij kur caktoi kamatën dhe vendosi se vendimi i tij duhet të anulohet. That was all from me. If there are any questions, I'll be happy to respond. Kaq kisha unë, mirë pres pyetjet tuaja nëse keni.